Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët në Para dhe Pasuri. Në mesin e vitit 1991, Banka Botërore, një nga organizmat kryesor financiar në botë, hapi zyrën e saj në Shqipëri për ndihmuar vendin tonë që sapo kishte rrëzuar sistemi komunist dhe ndodhi në një nivel të thellë varfërie. Në 1992 nisën dhe projektet e para dhe në 25 vite tashmë, Banka Botërore ka financuar në total 2.5 miliardë dollar për Shqipërinë me rreth 88 projekte, ashtu siç duket edhe nga grafika. Rishikimi i fundit që i është bërë strategjisë me qeverinë shqiptare është në vitin 2014 me kabinetin e qeverisë Rama. Bëhet fjalë për financime të cilat do të jepen vit pas viti, të lutem, regjia grafiku numër 2, dhe që bëhet për projekte të cilat do ndikojnë direkt në mirëqenien e qytetarëve dhe kryesisht në infrastrukturën rrugore, por edhe ato të furnizimit me ujë të pishëm. Siç shohim edhe nga grafika, vlera më e madhe e strategjisë është në vitin 2015 me një total prej 525 milion dollarësh. Para këto të cilat do të vijojnë të jepen në projekte të rëndësishme për qytetarët edhe gjatë vitit 2017, ku gjithsej janë planifikuar 72 milion dollar. Banka Botërore gjithmonë ka pasur përfaqësuesit e përhershëm në Tiranë me misione 3 vjeçare. Tahsin Sayed është drejtoria e fundit e Bankës Botërore, e cila dje u largua nga Shqipëria në përfundim të misionit 3 vjeçar të saj në vendin tonë. Në intervistën për emisionin tonë, ajo rrëfen momentet më të rëndësishme të dialogut me qeverinë shqiptare, po padyshim me opozitën, me përfaqësues të shoqërisë civile, negociatat e vështira për sa i përket reformave të ndërmarra me energjinë elektrike, në pensione, në konsolidimin fiskal, ato të cilat do të kishin edhe kostot më të mëdha te qytetarët, po padyshim përshtypjet për Shqipërinë, për shqiptarët dhe ka mesazhe të rëndësishme për gjithë ne dhe për klasën politike. Zonja Sayed, faleminderit që pranove ftesën për këtë intervistë të fundit, duke qenë se ju largoheni nga Shqipëria tashmë pas 3 vjetësh që keni përmbushur misionin tuaj. Thank you so much. Faleminderit, jam shumë e kënaqur që po i bëj intervistën e fundit me ju, duke qenë se kam kujtime shumë të mira nga bashkëpunimet e mëparshme. Cilat janë përshtypjet tuaja për Shqipërinë? Well, this is a question that goes right to my heart. Në fakt, kjo është një pyetje që më shkon drejt në zemër, duke qenë se kur më pyesnin për përshtypjet e mia për Shqipërinë, unë kur erdha kisha zero njohuri, përveç asaj që kisha lexuar në histori. E para gjë që doja të ndaja me ju për sa i përket përshtypjeve të mia për vendin në 3 vjet që kam qëndruar këtu, është se po largohem nga Shqipëria, por Shqipëria do të mbetet me mua. Është një shprehje e famshme që mund ta them edhe këtu. Mund të më largosh mua nga Shqipëria, por jo Shqipërinë nga unë. There's a very famous saying that I would like to use here, which says that you can take me out of Albania, but you can't take Albania out of me. Nuk e them këtë për klishe, por se më vjen nga zemra dhe ka disa arsye për këtë. E para gjë që dua të them është për shqiptarët dhe kryesisht të rinj, që nuk e din akoma çfarë vendi kanë apo të vlerësojnë atë që kanë. Gjithashtu njerëzit janë jashtë mase të bukur brenda dhe jashtë janë të ngrohtë, miqësor dhe mjaft mikpritës ndaj të huajve. Kjo është në të gjithë vendin, qoftë në veri, jug apo në Shqipërinë qendrore, apo çfarë kap harta, pavarësisht nëse është pronar kafeje në Gjirokastër apo dikush në rrugë në Tiranë. Të gjithë janë kështu, të dashur. Përshtypja e dytë është bukuria e vendit tuaj. Doja të theksoja se ajo nuk qëndron vetëm tek plazhet, tek pjesa e jugut, përkundrazi, qëndron tek malet fantastike të Thethit, tek Valbona, tek të gjitha ato zona që njerëzit duhet i vlerësojnë më shumë. Dhe gjithmonë do ta them një gjë të tillë. E treta është ushqimi i mrekullueshëm. Zgjedhjet jashtë mase të mëdha dhe të shëndetshme të ushqimit këtu. E katërta është kultura, trashëgimia e madhe kulturore që keni, qoftë me kështjellën në Gjirokastër, me xhamitë otomane kudo, apo kishat në Voskopoj. Të gjitha këto. Unë kam ndjesinë pas 3 viteve që ky do të jetë një vend që do ecë përpara. Dhe mbresa e fundit që doja të ndaja, dhe kjo jo sepse jam një grua, dhe e flet gruaja brenda meje, por unë nuk e dija që ndër gratë më të bukura në botë gjendeshin në Shqipëri dhe them sinqerisht një gjë të tillë. But I have to share my last impression. And I say this not because I'm a woman and a woman is talking to me. I never knew that one of the most beautiful women in the world are Albanians. And it's true. I really feel that. Padyshim i falenderoj në emër të grave shqiptare, nëse mund të shprehem kështu për të kompliment. Në 3 vjet, është përmbushur misioni juaj në Shqipëri? In life, if you accomplish all your missions or one of your missions, then you are content. Në jetë, në qoftë se ti përmbush misionet e tua, ose njërin prej tyre, ti ndjen kënaqësi. Dhe në qoftë se ti je plotësisht e kënaqur me ato që arrin, atëherë ti nuk përpiqesh më që të ecësh përpara. Prandaj, më lejo që ti përgjigjem kësaj pyetje në një mënyrë më filozofike. Kur kam ardhur këtu, misioni im ka qenë i përbërë nga 3 pjesë.
Së pari do duhet të sillnim në tryezë aktorët kryesorë për të mbështetur reformat e drejtuara nga qeveria. Së dyti, të përgatisnim strategjinë e re për vendin dhe financimet në mënyrë që të mbështesnin këto reforma. Dhe së treti, që është më e rëndësishme, të shpresonim që ndikimi i tyre të jepte rezultate dhe të ndihej nga njerëzit. Sa i takon pjesës së parë, unë mendoj se Banka Botërore ka punuar tashmë, me kohë dhe në kohën e dur që të mbështeste reformat që nisi qeveria, duke kryer punë në ekip dhe duke sjellë jo vetëm njohuri teknike, por gjithashtu edhe ekspertizën globale për reformat që u ndërmorën në sistemin e energjisë, të pensioneve, të konsolidimit fiskal, të sektorit financiar, sa për të përmendur disa prej tyre. Ndërkohë që edhe si ekip kemi luajtur një rol për të sjellë të tjerë partnerë që mund të mbështesnin këto reforma, siç janë Komisioni Evropian, FMN-ja apo partnerë të tjerë dypalësh. Për pjesën e parë jam e kënaqur, ndërsa për sa i përket pjesës së dytë, për përgatitjen e strategjisë jam edhe më shumë. Pasi ne patëm mundësi që të kishim një strategji 5 vjeçare për vendin, që aktualisht ndodhet në mezin e zbatimit të saj. Ne kemi angazhuar një shumë jashtëzakonisht të madhe, ndoshta më të madhe me dhënë për Shqipërinë, 1.2 miliard dollar dhe teksa largohen, 70% e kësaj shume është e angazhuar, ndërsa për sa i përket pjesës së tretë, besoj se njerëzit kanë filluar ta ndjejnë këtë lloj ndryshimi në jetën e tyre të përditshme. Megjithëse rezultatet kërkojnë më shumë kohë që të shfaqen, dhe njerëzit ta ndjejnë këtë gjë edhe më shumë në jetën e tyre. Cili ka qenë momenti më i bukur dhe më i vështirë gjatë qëndrimit tuaj 3 vjeçar në Shqipëri? The first part of your question is very difficult. There's not one Bukur, there were many, many beautiful moments. Është e vështirë që ti përgjigjesh pjesës së parë të pyetjes, pasi do të numëroja shumë momente të bukura që unë kam kaluar. Unë e bëj çdo gjë me zemër, qoftë edhe njohuritë teknike që ndaj, i bëj me zemër. Kështu që do të flas për ato momente që mua më kanë prekur shumë. So the beautiful moments for me are Për shembull, do të përmendja takimin me një të panjohur në një kafene në Gjirokastër dhe përpjekja ime për t'i folur me një shqipe çal-çal dhe ai nuk më la të paguaja, apo takimi me një pronare të një bujtine në theth, e cila ndryshoi menun për mua, se mendoj se u pëlqeja më shumë diçka tjetër, apo edhe një fermer që takuam gjatë përmbytjeve në fshatrat e Fierit në 2014, kur ndodhën përmbytjet. Ai kishte pësuar humbje në të ardhura dhe ende kishte buzëqeshje në fytyrë, apo diskutimi që bëm në një shkollë në periferi të Tiranës, në ditën e luftës kundër varfërisë, dhe folëm për aspiratat e nxënësve atje. Këto janë momentet më të bukura, momentet e ndërveprimit me njerëzit. Or talking to the children in a school in Tirana on our World Poverty Day and hearing about their aspirations. Those to me are the most beautiful moments, my interaction with people. Dhe momenti më i keq? Of that also there were many. Ndër momentet e vështira që gjithashtu kanë qenë shumë, do të kujtoja vitin e parë, kur ka pasur disa vendime shumë të vështira, qoftë edhe bashkëpunimi teknik me autoritetet për reformat e asaj kohe, sidomos në fushën e energjisë dhe në reformën e pensioneve. Kanë qenë kohë të vështira, pasi ishin reforma që nuk ndërmerreshin prej shumë kohësh, dhe ishte e hera e parë që bëhej veçanërisht për reformën e energjisë, ku njerëzit ishin të shqetësuar dhe prekeshin. Kanë qenë kohë kur edhe zgjedhjet që bëheshin ishin të vështira. There are difficult choices when you are working in these areas. Si është bashkëpunimi me autoritetet shqiptare? Nën kuptoj këtu qeverinë, institucionet, por edhe me opozitën, duke qenë se gjatë 3 viteve ju I keni pasur pjesë të punës suaj të përditshme. I think I've been, because I represent the World Bank, and the World Bank is... Duke qenë se jam përfaqësuese e Bankës Botërore, dhe Banka Botërore shihet nga të gjithë si një institucion I besueshëm, si një partner afatgjat, nga çdo lloj qeverie, opozite apo të gjithë aktorët e tjerë. Ndihem me fat që kam punuar në këtë drejtim dhe kam bashkëpunuar me të gjitha shtresat e njerëzve. Kemi pasur një angazhim kryesor me autoritetet, por kam bërë përpjekje personale për të ushtrirë edhe tek opozita, të udhëheqësit e ndryshëm politik, të shoqëria civile dhe më gjerë edhe nëpër Shqipëri, për të kuptuar se çfarë thon njerëzit. Do të doja të vlerësoja si bashkëpunimin me koalicionin, me PS-n dhe LSI-n, me opozitën gjithashtu. Për sa I përket angazhimit me autoritetet, kemi qenë të hapur në raport me ta, siç kemi pasur edhe dallime të thella, apo siç kemi rënë dakord të mos bijem dakord në momentet të caktuara, por ka pasur mirëkuptim për të ecur përpara. There was deep interaction, deep differences as well, the agreement to disagree, but the maturity to move forward together. Unë dhe ekipi im kemi pasur marrëdhënie të jashtëzakonshme me qeverinë. Kemi dhënë mbështetjen tonë kur ka qenë e nevojshme. Gjithashtu edhe për zbatimin e projekteve nga institucionet ka pasur vullnet për t'i mbështetur, por ka pasur edhe sfida, pasi ka mungesë kapacitetesh dhe duhet bërë më shumë në këtë fushë që të zhvillohen. Por pavarësisht këtyre marrëdhëniet kanë mbetur të paprekura.
during implementation, the relationship remained intact and good. Si është sot gjendja e ekonomisë shqiptare? The economy, as you know, we recently also last year did, a few months ago, our regional economic report as well. Our projections for growth remain at, for this year, 3.5%. Pak muaj më parë, ne patëm një raport për gjendjen e ekonomisë në rajon dhe parashikimet janë për rritje ekonomike 3.5% këtë vit për Shqipërinë. Konsolidimi fiskal po ecën përpara. Deficiti fiskal ka rënje me 2% dhe gjithashtu edhe borxhi po bie pak nga pak. Ka zhvillime pozitive, por duhet ta them me kujdes këtë. Ka përmirësime të lehta në tregun e punës, edhe pse papunësia është në shifra 14.7%. Kjo është e pamjaftueshme pasi duhet të ketë një krijim të mëtejshëm të vendeve të punës, që kjo të ndihet tek njerëzit. Nga ana tjetër kemi ritëm të qëndrueshëm të të ardhurave, edhe pse duhet të ketë një bazë më të gjerë të mbledhjes së tyre dhe një përmirësim në fushën tatimore. Gjithashtu kemi një riekuilibrim të ekonomisë që po orientohet nga investimet dhe eksportet, dhe kjo është një nga sfidat kryesore që do të ketë vendi. Is an area where will be the key challenge for Albania going forward. Në momentet e ikjes tuaj, nëse do të linit disa porosi për klasën politike në vend, cilat do të ishin ato? Okay, before I suggest share my thoughts actually, I do want to leave a message for the Albanians too. Më shumë se sa sugjerime, doja të ndaja mendimet e mia, por përpara se ta bëja këtë, doja të jepja një mesazh për shqiptarët dhe veçanërisht për të rinjt. Jepini një shans Shqipërisë, sepse ky është një vend special. Në botën e sotme që është tetë e polarizuar, nuk më vjen ndërmend një tjetër vend që ka një harmoni të tillë fetare, dhe ky është një thesar. Shqipëria është një vend që do të shkojë diku përpara, por ju mos shkoni diku tjetër. This country will go somewhere. You don't go somewhere. To the political class, për sa i përket klasës politike, unë doja të ndaja mendimet e mia në ike. Ashtu siç ka harmoni mes njerëzve, duhet harmoni edhe mes klasës politike, me objektivin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Kjo harmoni duhet të zhvillohet më tepër brenda tyre dhe midis tyre. Edhe pse ka mjaft dallime politike, dhe kjo është e natyrshme në një shoqëri demokratike, ka edhe gjëra të tjera që janë baza, për të cilat duhet të rënë dakord, si rritja ekonomike apo krijimi i vendeve të punës, dhe duhet të rënë dakord që kjo të bëhet duke luftuar korrupsionin, duke ndërtuar shtetin e së drejtës, duke krijuar një mjedis që tërheq më shumë investime të huaja dhe të lejojë zhvillimin e sektorit privat, që të krijojë më tepër punë dhe të ndihet efekti i tyre. Nga ana tjetër, duhen ofruar shërbime publike të tilla që njerëzit ta ndjejnë se qeveria po punon për ta, pavarësisht dallimeve ka gjëra për të cilat duhet të rënë vërtet dakord. And there are political differences that will be there that are normal in any country and any political environment. Zonja Sajedoni, falenderoj për këtë intervistë të këndshme, padyshim për bashkëpunime shumë të mirë 3 vjeçar që ne kemi pasur së bashku, pasi ju vjen që janë shumë e hapur me median dhe ju uroj shumë suksese në jetën tuaj. Thank you so much and good luck. Faleminderit shumë për këtë intervistë. Ju uroj fat juve, Shqipërisë, popullit dhe medias, pasi një media e mirë dhe energjike është ajo që e bën një vend më të mirë. Të dashur miq, faleminderit që na ndoqët. Ju lë takim të premten në orën 15 në televizionin Ora News në puntatën e radhës së Para dhe Pasuri.